Dje në ora 15:50 në autostradën Gostivar-Tetov, pjesëtarët e policisë në Tetov kanë arrestuar 52-vjeçarin me iniciale BSH nga fshati Toplic. Gjatë kontrollit në komunikacion është konstatuar se personi në fjalë me veturën Golf ka vozitur me shpejtësi prej 157 km/h në një rrugë ku shpejtësia e lejuar është 80 km/h, kundër tij do të ketë padi penale. Dje në orën 11:10 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, personi me iniciale SG, 61 vjeçar nga fshati Egunoc, ka denoncuar se në këtë fshat është përfshirë nga zjarri një pronë mbjellur me grur, ndërsa më pas zjarri ka kapluar dhe një garazh të improvisuar. Pronë 61 vjeçarit LR nga fshati Egunoc dhe një veturë e parkuar Mercedes me targa të Shkupit, pronë 48 vjeçarit TK nga Shkupi. Dje në orën 12:20 në autostradën Tetov-Shkup, pjesëtarët e policisë kanë ndaluar personin me iniciale MSF, 53 vjeçar nga Austria. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi në fjalë me veturën Audi me targat e Austrisë ka lëvizur me shpejtësi 171 km/h në një rrugë ku shpejtësia e lejuar është 100 km/h. Me urdhër të prokurorisë publike, personit në fjalë i është marrë dokumenti udhëtimit dhe pas bardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Dje në orën 14 në stacionin policor Gostivar është denoncuar se në rrugën regionale Gostivar-Çajle, 44 vjeçari me iniciale FE nga fshati Çajle, duke drejtuar një motociklet, është përplasur në rrugë dhe ka marrë lëndime të rënda trupore, të cilat janë konstatuar nga sektori i punëve të brendshme Gostivar. Mbrëm në rrugën lokale në fshatin Pirok, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor Kamjan kanë arrestuar 3 të mitur të moshës 16 vjeçare, tek të cilët është gjetur Marjuhan. Pas bardhjes së rastit do të ketë padi adekuate.